Ju të nderuar gjykatës nuk qet në gjendje që të i sqaroni gjërat deri në fund. Ju besoj keni vënë re që ZPS-ja ka cituar pyetjet tuaja të nderuar gjykatës 36 herë janë pyetje që janë bërë për jush për zotin Veseli vetëm në lidhje me çështjet e inteligjencës kundër inteligjencës. Dhe pavarësisht që nuk ekziston asnjë provë për vërtetimin ose konfirmimin e qëndrimit të prokurorisë ndaj zotit Veseli, pyetjet kanë qenë të shumta. Pas luftës që do të shihni këtë vazhdimisht në mënyrë të përsëritur, ZPS-ja ajo që ZPS-ja bën është se kaloi nga në pas luftën, sepse nuk kanë asgjë për gjatë luftës. Domethënë ajo që po ndodhte gjatë luftës dhe duhet të vërtetojnë këtë lidhje. Në rastin ku Veseli flet për shikun, zhvillimin e shikut pas luftës, kjo s'ka të bëjë fare asgjë fare me atë që ndodhi, që ka ndodhur gjatë luftës. Dhe nëse pas luftës ata po shohin prokuroria pra se si do të përcaktojnë ata po konsideroshin çështjet e sigurisë për të siguruar marrjen e informacionit e të tjera, kjo nuk do të thotë që kjo gjë, pra, që shiku bënte pas luftës, ka ndodhur edhe gjatë luftës. Në fakt ata nuk mund ta bënin këtë gjatë luftës, nuk ka asgjë të paligjshme që të ekzistojë një strukturë e shërbimeve zbulimit civile që merret me çështjet e rreziqet e sigurisë. ZPS-ja neglizhon dhe nuk përmend faktin se zoti Veseli e ka bërë absolutisht të qartë se nuk bëhej fjalë për hakmarrjen ndaj bashkëpunëtorëve. Kjo ishte pas luftës edhe një herë. Gjitha është aty në intervistë, por është e njohuar tërësisht nga ZPS-ja.